Mirëmëngjes, në vazhdimsi të serisë së intervistave Learning by Talking e Talking by Learning, ditën e sotshme do të vazhdojmë me serinë e radhës së intervistës. Do të prekim një temë shumë të prekshme në realitetin e kohës. Do të flasim për krizën brenda familjes, do të flasim për divorcet, si po sillen të divorcuarit, si janë vendimet e gjykatave, çfarë janë urdhrat e mbrojtjes, çfarë janë punonjësit social dhe kush janë problemet më shpeshta që ato përballen, a duhet kemi besim ke punonjësit social, çfarë mbulojnë ato dhe janë ato të korruptueshëm. Të gjitha këto dhe një seri pyetjesh të tjera do t'i trajtojmë në intervistën e radhës. Ju rikujtoj që të gjitha intervistat mund të gjeni të publikuara në bibliotekën virtuale dhe kanalin tonë zyrtar në YouTube, dhe gjithashtu ju rikujtoj që po vazhdojmë me kampin veror i cili vazhdon deri në datën 31 gusht. Duke filluar nga data 1 shtator, do të fillojmë sezonin e ri akademik, ku do të jenë të përfshira cikli çerde, kopsh, parashkollor, programi i studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë të huaja, informatik, arte, sporte, artim e tjerë. Oferta finale për të fituar nga oferta dhe nga çmimet aktuale është deri në datën 31 gusht. Duke filluar nga data 1 shtator, të gjitha çmimet do të rriten. Ju mirpresim, jepi vetes një mundësi tek ëndra më e bukur Time Center. Na ndiqni sot në intervistën e radhës në kanalin tonë zyrtar në YouTube për familjen, për bërthamën e familjes dhe për krizën e saj. Do të flasim për divorcet. Si duhet të reagojmë kur përballemi me një sfidë të tillë. Na ndiqni.